Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore zhvilloi një seancë diskutimi mbi projekt ligjin për financimin e partive politike, në të cilën morën pjesë edhe ambasadorë ndërkombëtar përfshirë përfaqësues të OSBE-s dhe Bashkimit Evropian. Damian Gjiknuri, bashkëkryetari i komisionit, u shpreh se ligjet për financimet e partive politike janë një prioritet dhe pjesë e kërkesave që Shqipëria duhet i përmbush në progresin drejt Bashkimit Evropian. Pasi ligji për financimin e partive politike është një nga prioritetet, është një nga kërkesat që Shqipëria duhet ta përmbush për të përmbushur ato progresin drejt Bashkimit Evropian, përmbushjen e atyre që quhen piketa të ndërmjetëve për antarësimin në Bashkimin Evropian nesër. Kështu që rëndësia është edhe më e madhe duke u kthyer në një agjendë kombëtare dhe pse jo barra për ne edhe krenaria do të jetë e përbashkët në lidhje me arritjen e këtij procesi. Në të njëjtën frymë, Ojer Bylikbashi, gjithashtu bashkëkryetari i komisionit, theksoi rëndësinë e mbikëqyrjes së fondeve dhe detyrimin për raporte të qarta mbi burimet e financimit. Transparenca është një element të rëndësishëm që partitë politike të funcionojnë në mënyrë demokratike dhe duke shmangur korrupsion. Duke shmangur jo vetëm korrupsionin, por dhe influencat kriminale apo influencat e faktorëve të tretë të huaj të cilët kanë synim të ndërhyjnë në sistemin demokratik shqiptar. Ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Michel Taran, nënvizoi se ndryshimet ligjore duhet miratohen përpara zgjedhjeve lokale, të cilat pritet të mbahen në pranverë të vitit 2027. Duke qenë se zgjedhjet vendore janë planifikuar për pranverën e vitit 2027, koha është vendimtare. Reforma efektive ka nevojë jo vetëm për përmbartje cilësore, por edhe të miratohet në kohën e duhur për të siguruar zbatimin kuptim plot të saj. Nga ana e tij, ambasadori i Bashkimit Evropian, Gonzato, theksoi se BE-ja kërkon një transparencë totale në burimet e financimit të partive politike. Kur burimet e financimit janë të paqarta dhe mbikëqyrja mbitohet dobët, besimi tek institucionet demokratike vjet në pikpyetje. Reforma zgjedhore, veçanërisht për financimet e partive dhe fushatave elektorale, lidhet ngushtë me kapitullin themelor në kuadrin e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Gonzato nënvizoi gjithashtu se qytetarët duhet të kenë qasje të plotë në informacionet mbi burimet e financimit partive, në mënyrë që të përmirësohet besimi në proceset demokratike dhe të forcohet llogaridhënia e partive politike para elektoratit.